Tashmë ka blokad në shumë prej shteteve, kanë mbetur edhe turist përfshirë edhe shtetas të Kosovës, se kam në linë të drejt për drejt shqiptarin Arsim Lugolli për të na treguar si është situata në Doha të Katarit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A jeni në rrezik? Ç'është situata sot? Situata është e njëjtë si këto ditët që kalon, nuk ka ndonjë ndryshim të madh, domethënë raketa vijnë çdo ditë, bombardime kështu me radhë, domethënë situata nuk është edhe aq e mirë. Dhe ku jeni aktualisht? Ku jeni i pozicionuar? Jam i pozicionuar në qendër Dohës, jam një hotel këtu që 3 ditë jam këtu i pozicionuar dhe rrim këtu domethënë deri presim ndaj lajm se çfarë po bëhet. Çka po thonë edhe aty autoritetet lokale, por edhe komunikimin potencial që ke pas me institucionet e Kosovës? Këtu institucionet lokale thonë që domethënë të keni kujdes edhe rekomendohet të rrim domethënë vetëm mbrana, domethënë hotela apo shtëpia apo dikon tjetër që jemi sa më të sigurt. Kurse sa për institucionet e Kosovës nuk i ka kontaktuar fare, pasi unë jam në shtetas i Suedisë që jam në kontakt me, domethënë me ambasadën e Suedisë këtu në Doha. Dhe do të vazhdoni qëndrimin derisa të jetë situata më e sigurt për të fluturuar për në Suedi, apo jo? Për momentin nuk ka domethënë kur farë mundësie mu largu nga Doha apo nga këto shtetet që janë rreth e për rreth involvuara në këtë luftë, kështu që nuk ka mundësi të largohem, që duhet jam i detyruar të jam këtu në Doha deri të më japin ai lajm që kur apo si të largohem nga. A ka panik të turistëve, qytetarëve të tjerë, si është sjellja e njerëzve? Është interesant se shumë nuk ka panik, domethënë panika është minimale, e menaxhojnë shumë mirë domethënë shteti i Katarit, nuk bëjmë panik vetëm me shumë alarme apo kësi, kemi domethënë sistemin që na vjen alarmi në telefon secili këtu që është në Katar, kështu që jo, panik jo, po rrezik po. Dhe ku po informoheni çfarë pritet ndodh në ditët në vazhdim? Informohemi më shumë në rrjetet sociale, në ditët vazhdim nuk dihet çfarë po bëhet, domethënë nuk e din askush, kështu që po presim, jemi vetëm pritje. Dhe çka pritet ose si është situata në Katar, cilat janë zonat më të rrezikuara, a jeti në ndonjërin prej tyre? Unë jam në qendër, për fat mirë këtu rreth e përreth nuk ka shumë, domethënë nuk është shumë rrezik, po si dihet asnjëherë, më shumë ti domethënë shteti i Iranit që i bën ato sulmet i bën në bazën amerikane që është këtu në Katar afër Dohës, që është më e madhe domethënë këtu në lindjen e mesme. Kështu që këtu ku jam fiks këtu në qendër nuk ka shumë rrezik, por nuk i dihet asnjëherë si shkon situata ditët në vazhdim. Dhe e thatë që po dëgjoni në vazhdimsi, raketa, po shehni diçka? Po, zakonisht fillojnë domethënë dikon në mëngjes në ora 8 apo 7, domethënë është ajo hera e parë që fillojnë, dikon ndoshta janë 10 bombardime apo 10 raketa apo ashtu 10-15. Pastaj edhe masdite dikon në ora 3 ose 4. Çka të solli fatin në lindjet mesme në këtë periudhë? Unë udhtoj shumë, domethënë kam udhëtuar në 57 shtete, këto shtete si kam vizitu, kështu që e kisha në plan fillova në Kuvajt, pastaj në Bahrain dhe mendova ta mbaroj me këtë Katarin. Po fati deshti që të jem këtu në zuri që lufta dhe mbeta këtu. Jeni vetëm me familje, me shoqëri? Jam me djalin, është 17 vjeç, që kështu jemi ne të dy këtu. Dhe çështja e Iranit është diskutuar qysh prej kohësh, të thot një sulm potencial, nisje sulmeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa keni qenë të informuar për situatën lindjet mesme para se të shkoni? Të them drejtën, po, informuar kam qenë, po s'di, se kam besuar që bëhet në këtë, vjen këtë staz, domethënë këtë, për atë arsye e mora dhe rrugën, kështu që isha pak me dyshim, po prapë erdha.
Po, dhe Erdha po. qa thonë autoritetet? A duhet të qëndroni vetëm brenda hotelit, a ka zona tjera të zëmë bunker, ose zona më të sigurta në rast se ka shpërthime, ka raketa në atë zonë ku veç se jeni i pozicionuar? Për fat keq bunker apo në zonë kështu të sigurt nuk ka këtu ku jam unë, po edhe me disa që kemi një grup suedez dhe që bisedojmë me ambasadën, edhe ata do me thonë hotelet apo shtëpijat e tyre që janë të vendosur, nuk ekzistojnë bunkeret, kështu që do me thonë është e vetmja që qëndrojmë mrena dhe dalim do me thonë vetëm të blejmë në ujë apo diçka në ushqim kështu shpejt edhe të hymi mrena në hotele apo në këto vende që janë si të sigurta. Shpresojmë atë mirën për ty dhe familjen Lugolli. Faleminderit shumë. Faleminderit.